lagjet e reja janë shumë kaotike, pra pjesa e matit, pjesa e vetërnikut, nuk ka standardet mirëfillta as të ndërtimit, mirë po as të jetës kolektive, raport me institucione sikur se qirdet, apo kopshtet, dhe çështjeve tjera të cilat ndërlidhen me përditshmërinë e tyre. Kurse fshatrat pra janë tërësisht harrum. Mirë po, Prishtinë? Në analiza që bëhen. Ka nevojë për intervenim më shumë. Pritet që me u bë një investim në gjithë rrjetin e ujësjellësit për arsye edhe të gypave të azbestit, të cilat tash nuk llogaritën të jenë edhe të preferueshëm për shkak të impaktit që ka në shëndet. Mirë po, ka dhe sidomos pjesë të ma në periferi, qoftin të fshatrave, mirë po të pjesa e vetërnikut, të cilat shpesh kanë probleme edhe për shkak të shtypjes së rrethanave tjera, kështu që kemi diskutuar në ndërtimin e stacionit të pompimit aty, mirë po gjithashtu edhe zgjerimit të ujësjellësit në ato pjesa, në mënyrë që të ketë qasje sa më stabile, si dhe kanalet të reja të furnizimit në mënyrë që të përmirësohet i gjithë rrjeti i furnizimit. Pra, sikur se tek pjesa e trudës dhe bërnisës së epërme, si tek pjesa e vetërnikut, parashihen që të bëhen këto investime sa i përket pra çështjes së stacioneve të pompimit dhe grumbullimit të ujit, në që të përmirësohet kjo çështje. Ka mundësi, ka alternativa që me u rregullu, se e dim që kryeqyteti si komunë, në këtë rast Prishtina me gjitha ato fshatra për rreth që i ka është zgjeru shumë. Absolutisht. Edhe normalisht është ndërtu edhe çdo ndërtim. Është zgjeru dhe është zgjeru shpejt dhe është zgjeru pa standard. Unë në gjendjen ndoshta matranën që shpesh është tek lagjet e reja dhe tek zgjerimi i Prishtinës. Tek lagjet e vjetra ma shumë e shoh problematikën e mirëmbajtjes, pra nuk mirëmbahet në standardin e duhur, sepse është trashëguar me një strukturë ndoshta të cilat i ka përmbush ca standarde karshi hapësirave publike, hapësirave të parkingut, pjesës për fëmijë, strukturimit estetik, për shembull pjesa e banesave të bardha ose pjesa e Dadanisë, Ulpianës. Aty pra deficitet pra janë tek çështja e mirëmbajtjes. Prishjet e shpeshta, mungesa e ndriçimit, pjesë pra të cilat janë përgjegjësi të komunës e që pak heq pra shihet edhe ndikimi dhe prezenca e tyre, kurse lagjet e reja janë shumë kaotike, pra pjesa e matit, pjesa e vetërnikut, nuk ka standardet mirëfillta as të ndërtimit, mirë po as të jetës kolektive, raport me institucione sikur se qirdet, apo kopshtet, dhe çështjeve tjera të cilat ndërlidhen me përditshmërinë e tyre. Kurse fshatrat pra janë tërësisht harrum. Është dhëmshme shpesh herë shoh nga diskutimet pra nevoja bazike qofshin ato të kanalizimit, sikur se tek barileva, e tjertë që kanë probleme edhe sot. Pra rrethanat të tilla ku kam vizituar edhe lagjet të tëra ku kanalizimi u kalon përmes oborrit. Dhe po flasim pra për kryeqytetin, edhe jo në një distancë aq të largët nga pjesa qendrore e kryeqytetit. Absolutisht zona shumë të bukura që munden me shërby edhe për turizëm, edhe për stimulim të bujqësisë. Absolutisht, edhe toka është shumë pjellore në atë pjesë, edhe paralelisht përballen pra me mungesa të tilla të investimeve të cilat nuk janë as të kushtueshme, as shumë që kërkojnë të menduar, mirë po krejt e shoh çështje të neglizhencës faktikisht.